Sot bën 27 vite që kur në Kralan të Gjakovës, forcat ushtarake serbe kanë vrarë 86 civil shqiptar. Atë ditë forcat policore serbe patenduar me qindra djeme burra për 1500 shqiptar që kishin praktisur vendin për t'i shpëtuar krimeve serbe, derisa gratë, fëmijët e pleqt ishin urdhëruar të shkonin në Shqipëri, derisa vetëm 2 ditë më vonë më 4 prill nga grupi i djemve dhe burrave, të cilat janë mbajtur në livadh gjatë gjithë kohës, të rrethuar me tanke, pa ujë dhe pa ushqim, një numër i madh i tyre është liruar, ku prej qindra sa ishin ata i ndalën 86 prej tyre, mes të cilave edhe 11 e mitur. Fondi për të drejtën humanitare në vitin 2013 kishte bërë kallëzim penal ndaj disa prorëve të ushtrisë jugoslave për krime luftën e Kralan. Me këtë rast u njoftua se trupat të 18 djemve dhe burrave të ndaluar janë gjetur në një varrezë masive pranë liçenit të Peruqës në Bajina Bashta të Serbisë. Ishte vetëm 14 vjeçar në prillin e vitit 1999. Mirë po pavarësisht moshës, Gëzim Abdullahaj u mor nga prehri i nënës dhe u masakrua nga forca serbe. Kur e kanë marrë miqën e tij nëna dhe gjithë ta këto që kanë qenë, e kanë marrë edhe Gëzimin dukun moshë 14 vjeçare, po se qëni rritun, ja kanë hek nuk zret për dorë. Dhe më thonë djala sreti, 14 vjeçar. Për disa vite trupi i tij ishte i zhdukur. Ati u gjetën vetëm disa pjesë e shtrore. Po nona vet pak ko mas lufte ka marrë pak shpresë, po shumë shpejt do pjesë që kanë gjetë se nuk kanë gjetë në vend. Do pjesë që në gjetë në varrezat e qytetit tu. Dhe ma vonë të që është gjetë edhe trupi. Ka qenë shumë e vështirë, nuk pahitohet asë të kësaj dite, po. Gjatë luftës në Kosovë, një pjesë e popullsisë në Lybenet Shtëpejës ishte në mërgem. Për gjithçka që ndodhte në vendindje, ata informoheshin përmes medjave. Hatmane Alimejhaj Krasniqi asnjëherë nuk e kishte menduar që përmes ekranit do ta kuptonte se në mesin e të vrarëve në masakrën e Lybeniqit ishin edhe 3 vëllezërit e saj. Lajmin e parë kom marrë prej televizionit. Lajme e kom dëgju, mas po i ka përmenë emnat e 2 kujshive, atër 3 vllaznive, atër 3 të katumit. Ajo rëfen se humbjen e madhe përjetoi shumë rënd. Kom thonë, hej, zot lemi me të ngryje. A ushtar djali se kishë ndije, ka pas vlave jem djali në Gjermani, e kënal 2 ditë para lufte, kishë thirë një Shqipni, se kishë thonë, si e qumë shpejtimin spital se qështu, o këthyje, kishë thirë edhe dhondrën, më ma dhonë një këti qëstimi tash jo. Nuk du një këti tash ma mirë e di që po bo, që është po bo. Aso kohë në mërgem ndodhej edhe Milaim Huskaj. A i rëfen se gjithashtu përmes medjave e mori lajmin se ju vra vëllau. Po unë isha në aktivitete politike atje gjithësysh në Gjermani, edhe lajmet ma shpejti mërshim ne, kur e morim lajmin për fshatin tonë, me njëherë më lajmën, tregun që o vra në imi vlau, që në vra shumë. Në mesin e të vrarëve në masakrën e Lybeniqit ka akoma trupa të pagjetur, pa ati tyre nuk dihet asot e kësaj dite. Në një konferencë për media doli 2 ditë më parë. E aty pari ekzekutivit konfirmoi se nuk do të vënoj shumë e do të rifillojë diskutimet për presidentin. Por siç duket, kryeministri Albin Kurti ende nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim në këtë aspekt. Në pritje të këtij takimi janë nga Partia Demokratike e Kosovës. Po natyrisht që PD-ja gjithmonë ka qenë konstruktive, edhe interesuar, po dhe gatshme me zgjidh çështjen e presidentit, po si duket pushteti nuk ka interes. Ftesë për takim nuk mori as Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilët nuk pranuan të flasin për të vënje. Një thirrje nuk e morën as në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, anipse thanë se edhe nëse u bëhet nuk do të marrin pjesë. Po e shoh se qëllimshëm po zhvarritet kjo çështje, afatet kohore kushtetuese veç po kalojnë, ne po afrohemi datës që duhet zgjedhet e përcaktuar nga gjykata kushtetuese që duhet të zgjedhet presidenti, ndërsa ne nuk kemi angazhim serioz nga Kurti. Nëse ju fton, a keni do shkojmë ju. Se kur të ndodh takimi nuk pati një përgjigje as nga vetëvendosje, anëse ministri i Financave Kuran Murati tha se po punohet në këtë çështje.
Besoj që kryeministri është në kontakt vazhdueshëm dhe shumë shpejt do të ketë njoftim. Sipas profesorit Jeton Kelmendi, kryeministri Kurti vetëm po blen kohë, me që sipas tij zgjedhjet janë të pashmangshme. Thjesht jemi në një stad, qoftë Albin Kurti do ta zgjedh presidentin, ja ofron postin e presidentit PDK-s ose LDK-s dhe pastaj votat I kanë zbashku edhe minoritetet për ta zgjedhur. Për ndryshe duket se nuk do të kemi president, do të kemi zgjedhje. Afati I fundit për zgjedhjen e presidentit është 28 prilli, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Në seancën e 5 marsit u propozuan për pozitën e të parit të shtetit. Glauko Njufca dhe Fatmire Kolçaku ishin nominimet e lëvizjes vetëvendosje për këtë post. Për të dy këta, u mbledhen nga 30 nënshkrime. Por a duhet të qëndrojnë këta dy emra si propozimet e partisë së parë për president? Kushtetuta e përcakton sakt se deputeti mund t'i jepë një kandidati një nënshkrim. Por pas tërheqjes aqëta në nënshkrime a jenë, thëma një fjallë popullor që janë djeg, apo si janë djeg, këtë nuk e ka përcaktu kushtetuta. Mirë po, ne kishme qenë shumë normale që me tërheqjen e kandidatit, tash për ta mendimin tim, ata nënshkrime mos mu përdor mu, ata janë djeg edhe duhet, se përndryshe, nëse kishim me leju kështu, jepja nënshkrim një kandidat tërheqit, edhe kandidati tjetër I shkon një ko pa ko që me shfrytzu edhe me përlegu procedurën. E nga Instituti Demokratik I Kosovës kanë treguar se çfarë ndodh nëse njëri nga kandidatët vendos të largohet nga gara. Me qenë se ende s'ka filluar procedura e votimit dhe jemi në nisje të procedurës së zgjedhjes së presidentit ku janë konstatuar deri më tani që ekzistojnë vetëm 2 kandidatura, unë mendoj që kushtetueshmërisht, por as ligjërisht, nuk është ka pengesë formale juridike që ndonjëri nga këta nesër t'jap dorëheqje ose të mos vazhdoj garën për president. Bugaqku thot se përdorja në nënshkrimeve të njëjta pas tërheqjes mund të bëhet vetëm në raste kur votimi për president nuk fillon si procedurë. Pra ju I dini nga gjykimet e gjykatës kushtetuese që patjetër kërkon që në çdo fazë të votimit, jo të nisjes së procedurës, por të zhvillimit të raundeve të votimit, të jenë së paku 2 kandidat. Dhe meqense se ne jemi në këtë situatë dhe nesër hipotetikisht në rast se tërhiqet njëri nga këta kandidatët që janë tashmë në garë, unë mendoj se zhbllokohen nënshkrimet që kanë dhënë nënshkrimet për këtë kandidaturë dhe pastaj hapet rruga që për të vazhduar me procesin e votimit të hyjë në garë ose të propozohet një kandidaturë tjetër. Sipas ligjit në tërësi mund të jenë deri në 4 kandidat për president. Në këtë rast të pashfrytzuara janë edhe 60 nënshkrime të deputetëve që mund të shfrytëzohen nga partitë opozitare. Aktgjykimi I gjykatës kushtetuese ju ka dhënë të drejtë deputetëve që deri më 28 prill të zgjedhin presidentin e ri të Republikës së Kosovës. Edhe të paktën për 1 muaj, qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë që ta paguajnë me çmim të njëjtë energjinë elektrike. Kjo pasi zyra e rregullatorit ka vendosur që hyrjen e fuqi të tarifave të reja të rrymës ta shtyej deri me 1 maj. Tarifat e reja, KESCO dhe KEC kanë kërkuar që të shtrenjtohen për mbi 20%, arsye sipas tyre është sasia e madhe e importit të energjisë elektrike. Kërkesë për rritje të çmimit të rrymës ka bërë edhe kost. Mirë po qytetarët nuk po pajtohen me këto kërkesa, sipas tyre, jetesa po bëhet e papërballueshme. Qeveria kishte me marrë një qendrim për me shty, jo deri maj, po me shty ndoshta edhe 6 muaj në vjet, për shkak se tash derivatet e naftës nuk dihet, lufta nuk dihet kur ndalet. Gjithashtu është rritje e madhe, inflacion I madh, edhe në disproporcion me standardin e popullatës. Madje një mërgëmtar thot se me shtrenjtë paguan faturat e rrymës në Kosovë sesa në Zvicër. Unë jetoj në Zvicër o vatë. Mos më ka shtajtu që 10 vjetë. Këtu çdo muaj, kjo është shtet në eksperiment. Shumë më madhe këtu se atje. Unë që 30 vjetë jetoj atje. Eksperti I energjetikës Adhurim Haxhi Musa thot se pritshmërit janë që tarifat e reja të energjisë elektrike të rritën. Rrezikojmë që
të kemi rritje të tarifave të energjisë elektrike në këtë nga rishikimi i tarifave nga zyra rregullatorit të energjisë, për shkak se në 2025 në Kosova ka importu thuajse 2 fishin energjisë elektrike të 2024-s, për rreth 300 milion euro. Se çmimet e energjisë elektrike do të rriten, e thonë edhe nga dhoma e tregtisë dhe industrisë. Madje shtyrjen për 1 muaj, ata e konsiderojnë si një lojë politike të zyrës së rregullatorit të energjisë. Vendimi për shtyrjen, themi mos me hyn pejnë prillit, po me hyn nga maji, është më shumë një lojë që po bëhet. Kjo lidhet me zhvillimet politike, sepse ende nuk e dim nëse do zgjedhin president apo do zgjedhin apo do të shkojmë në zgjedhje. Dhe unë dyshoj që aty është këtë kjo loja që është bën. E çdo shtrenjtimi i energjisë sipas Ahmetit do të jetë një barr edhe për qytetarët. TVN ka dërguar pyetje edhe te GZRE rreth vendimit që tarifat e energjisë të ndryshohen deri me 1 maj, por gjatë ditës nuk ka marrë përgjigje. Është ora 8 e mëngjesit. Pas plot 4 muajsh, nga shtëpia dalën edhe një herë me çantat e shkollës. Të gëzuar shtatzënësit nga lagja e Podaj e fshatit Kolegj, ju drejtuan mjetit që do t'i transportoj deri në shkollë. Ky i fundit ju kishte munguar për disa muaj. Kjo bëri që nxënësit të humbasin gjithë procesi mësimor në gjysmën vjetorin e parë. E kthimi në banka shkollore, po e presi me padurim nxënësit. Unë më gëzu shumë që u kthy, edhe tash shkojna në shkollë, tash i na të i mësu mësimet, tash ma shumë i na të i arrit, mi mësu. Unë ndihem mirë që u lëshu, jam shumë e lumtur dhe më ka mungu shoqet e shokët. Nga kolegji shkollarët me mjetin e ri të transportit morën rrugën 4 kilometrëshe deri tek shkolla fillore e mesme e Ulët, te Fik Çanka. Këtu pas 4 muajsh, do të takohen sërish me shokët e shoqet e klasës. Të lumtur me kthimin e nxënësve në bankat shkollore, u shprehen edhe mësimdhënësit. Me lëshimin e transportit kombi busit, fëmija kanë filluar rregullisht të ardhë, asnjë mungesë mos e kanë mirë, po e keqja ka qenë që 4 muaj nuk kanë startuar fare për shkak të transportit. Shkak i mungesave, mësuesit thonë se nxënësit hasin në vështirësi. Vështirësinë fillim kanë pas se kanë qenë mbrapa mirë, po ka dalë veç kanë filluar me marrat pjesën kryesore. Mundohet me çdo ditë me ata me avancu pak se janë pak mbrapa mirë, po Ndryshe TVN, në muajin janar ka realizuar 2 kronika për mungesën e mjetit transportues për nxënësit e kësaj lagje. Kjo gjë shtyri komunën e Prishtinës të bënte një zgjidhje që nxënësit i kthehen mësimit. Të mërkurën Tarasa ishte e zbrazur. Për një atmosferë krejt tjetër, këto ishte vetëm një ditë më parë. Kjo me që ky restorant në Prishtinë vendosi njoftimin përmes të cilit ofroi kafe e çaj falas për tifozët turq që udhëtuan për të parë ndeshjen. Krejt kjo si shajmi njohje për ndihmën e shtetit turk për çlirimin e Kosovës. E një ditë pas ndeshjes, pronari i restorantit Mentor Berisha tregoi se sa kafe i shërbyen falas të martën. Se di dikujnë ka 1500, dashta 2000, nuk i kam shiku, nuk i kam nuk i kam... Po veç e di që i kam thanë gjithë kush vjen, vishën e tifozat kosovarë që janë dardanët, të i përshëndes shumë. Edhe ata i kam thanë me në qaje, se nuk është, kjo është më shumë si shenjë simbolike edhe se mi të rëgu, që sa mirë njës jemi na, edhe mi të rëgu se edhe na si popull shqiptar jemi njës. E veprimi i kosovarit bëri bujë të madhe, sidomos në media turke. Sidomos media turke, kina këto, në keni intervistu, keni ba foto, edhe institucionet turke, Ministria e Sportit, ke personalisht ministrët, ke presidenti Federatës Futbollit, ke ambasadori Turkisë në Kosovë, ata ndjenë shumë mirë ndjenë edhe nuk e kinë pret, do shta këto. Emira kosovarit ju kthie me të mirë nga turqit. Mentor Berisha thot se pas ndeshjes uftua për të takuar nga afër futbollistët turq në hotel.
Madje këta të fundit i dhuruan edhe një fanel. Ka ftu ministri në hotelin ku qëndrojshin kombëtarja turke, më ka ftu atje, këta kulitarët, dhe më ka dhuru një fanelin se ku po publike, po për pres edhe në shkrimit e ti, se edhe një falendrim dana e ti, se më ka premtu. Pavarësisht sa ka fëdhëroj falas për tifozët turq, Berisha nuk mungoj krah dardanëve në tribunat e stadiumit Fadil Vokri. E shikoj çdo herë në stadium, edhe tash e shkova studiova në stadium. Pa përshkrueshme, do të thotë një finale para finales, një gjithçka. Dërsa i njëjti uroi më shumë fat për Kosovën në ndeshjet e radhës.